vërtetet. Lideri, është ndaj punës. qose ky se ban baneti, qose se ban ti i ke dorëzoje. Kam bërë punë të tjera më të shpisë, se gjysma e gocave refuzojnë prapë ti bëj punë të tyre. Dorëzoje, bëmu lider, bëmu lider. E pastrojnë bajën. E pastrojnë bajën. I ke dorëzoje. Thu i s'du me ka lider, bëmu lider. E pastrojnë bajën. Ma vjen keq pas ti ke shkuar, dëgjoj. Zotin vrati baj tana punë të shpisën. Ishte thënë, do ta pastrojsh bajën jo, s'ka gjë, e pastroj vetë. Do bash me hëngër jo, bajun s'ka gjë. A mua i them, dorëzoje vëlla lider, si për lider. Hajde Ina. Si për lider. Po pra, ai e pa punën sot gratë. Valene pra dësi. Do ta bëj. Do ta bëj. E bëj unë për të. Çka kemi vera, vetëm ti rrjeqet. Përputhen. E bëj unë për të. Hajde do bëjmë lojën përputhen sot. Atë pëlqeva. E pata i moment. Prisja, kisha ndonjë argument pak më të fortë Luisa? Kisha hall me më thua kreni se më kështu se kisha. Ina pa ajo është jeta jote, se edhe unë nuk më bën përputhen. Përputhen ka qenë një emision që ka marrë pjesë, unë nuk njihem nga përputhen. O Ina, s'kap se të vit turp. O Ina, s'kap se të vit turp për gjërat që ke bërë. Ciao. Një sekondë. Çi shpëtimin tan. Çi thua? Ku është shpëtimi ku është? Shpëtimi tu dy alo për Prime, tu bën gati për Prime. Ka filluar çështë. Tu dy akoma, po është e hanë sot. Fillon tash, filloi bëhet gati për të. Kja, a di çka ka frikë? Kjo më kujton një shok temin, shpëtimi ka emrin ai, kur ka pa kthy, kur sa pa kisha nga Tajlanda. Ndis mikrofonin. Pse s'ke bërë? E ka vuar. Po më. E kam vuar unë aty. Kujton një shok. Shpëtimi ka emrin ai, sa kisha nga Tajlanda, nuk e njoftme kur erdhi në Inas. Kur e pa me Krist. Nuk e njoftme kur erdhi nga Tajlanda aty. Po e pa me thonë, wow. Çu kujton kjo? Original si është. Transformim shumë një madh, po më thonë vallo. Me $50 lirë edhe po kjo po thom, kjo fillon e lyhet çështë për të marrën. Për zotin isha të mendu, ba mja fut gishtin në fytyrë, kështë se ti e ke shoqe, se ti e bëjnë mja fut gishtin në fytyrë. Për pasi i ndjeri të mërë. I shtresave të make-up. Në make-up. Juel, qa ke Juela me qani? Juela me qani? Ke quar bateritë baruara. Është mallin zët. Për atë zot, po. Edhe më ka bodhimi për zotin. Është shumë, Juela Meqani, kur ka bindur, ajo ka qenë Miss Shqipëria, motra ime më ka vu emrin për jasaj. Po, ka kenë mis, ka kenë zëdhënë, se ka kenë... Po. Se di, bese gazetare është. Po thoja, tani. Jo, prit, mëso afro gatë shumë. Qke, se dorën të futa, pa hajde. Se qa, fillove ti? Fillove ti Giancarlo? Lutem. Po prit pra, hajde pra, se s'ka marru Giancarla. Tani, pëse më është dhije? Pse shef atë? Nuk për zotin se më të pagu, se më pagu shaktu. Ti do flasësh me mu, do shofësh mu. Vetëm ty, studios. Po jo, e më qudit, sinqerisht. Ma beso me qudit. Unë? Po, sinqerisht me qudit. O tani ti seriozisht e ke aman, po mos u merr me muhabet. Po jo, me se më aman, Baby Gjin, muhabet. Baby Gjin e kam kështu, appetizer. Baby Gjin është për appetizer mëgjesi, kaq, baroj. Se këte nga pedonalja. Si? Do e të nga pedonalja. Jo, ti du mund. Një përputhen, njësh nga përputhen. Rasti fundi që duhet ta thuash, këtë se në fundi jetia ishte ke gjetur gruan Big Brother. Bu normal. Po pra. Po janë përputhen. Shiko. Janë përputhen. Përputhen, Big Brother nuk ka rëndësi fare. Ka shumë. Ti duhet që para një herë më desë ishte shumë mendje hapur se ka që mendoja që integriteti, zyrtaria jote, edhe mënyra se si komunikoj do ishte shumë më e lartë se ka, do të thotë drejtën. Nuk isha pyetur atë, por e ke hak. Nëse ti vjen këtu edhe më thua mua përputhen, unë e para punës kam dalë në televizor përpara përputhen. Kam dalë për emisionet e tjera dhe kam bërë gjëra të tjera. E para kam dalë në Top Channel kur unë kam qenë 19 vjeç te Top Talent edicioni i dytë dhe kam qenë një ndër 6 finalistët. Asa kohë kam studiuar për gazetari. Kanë qenë 700 aplikantë dhe unë kam dalë një ndër 6 finalistët. Kam dalë një ndër 6 finalistët. Ka qenë Top Talent. Pra ka qenë program i cili kishte të bënte me moderimin Luiz i dashur. Pra nuk ka të bëjë me përputhen. Kam qenë 19, 18, 19 vjeç ato. Ka qenë viti 2018, 2019, nuk e mbaj mend fix. Okej? Jo pra mua mos më klasifiko përputhen. Në përputhen jam futur si një eksperiencë re e kam shpjeguar dhe për shumë gjëra të tjera për trampolinë e tjerë, okay? Kështu që mos më thuaj mua përputhen. Mos më thuaj mua përputhen. Dhe je personi i fundit që duhet më thuash mua njësh nga përputhen. Kur ti je shembulli që ja, edhe në programe si përputhen. Apo Big Brother duhet të gjesh njeriu në jetën. Dhe këtë duhet ta përdorësh për të dhënë një shembull të mirë Luiz. Jo për të cilësuar njerëzit ti njësh nga përputhen, apo e di se është kur njerëzit aty në rrugë të thonë, po Igo Luiz se ti gjete gruan Big Brother. Si të vjen? Si të vjen? Po nëre më nuk e përziesin fare Nefi Soshiç këtu as nuk merrem me
muhabete unë që kanë kaluar. Ti e ke drejt për drejt me mua, më cilësove dhe më drejtove Ina the e përputhen. E para punës kam dalë 18 vjeçë në ekran në Top Channel. Në Top Channel kam dalë edhe në programe të tjera, kam dalë edhe në televizione të tjera. Jam marrë me reklama, jam marrë influencer, kam një biznes timin dhe unë jem për shumë gjëra Luiz. Edhe në televizor nuk kam dalë për të parë në